5 mite që nuk janë të vërtetat për bebet. Kur bëhesh prind për herë të parë, je i rrethuar nga këshilla, opinione dhe zakonet që vijnë nga të gjitha anët. Familja, miqt, rrjetet sociale dhe madje edhe të panjohur në rrugë. Por jo gjithmonë ato që dëgjojmë janë të vërteta. Ka shumë mite që përcillen brez mbas brezi, por që nuk mbështeten në fakte shkencore. Ja 5 prej tyre. Miti i parë. Bebet duhet të flenë gjithë natën sapo të mbushin 3 muaj. Shumë prindër ndihen në panik kur bebet e tyre nuk flenë pa ndërprerje natën pas muajit të tretë. Por realiteti është se gjumi i natës pas gjime është një arritje që vjen në kohë të ndryshme për çdo bebe. Zhvillimi i gjumit është një proces dhe ndikohet nga shumë faktorë si etapat e rritjes, zhvillimi neurologjik dhe mjedisi. Miti i dytë. Nëse e mban shumë në krah, beba llastohet. Ky është një nga mitet më të përhapura, por bebet nuk kanë kapacitet emocional për të manipuluar. Të mbash një bebe në krah e ndihmon atë të ndihet e sigurt, e dashur dhe e qetë. Kontakti fizik është thelbësor për zhvillimin emocional dhe fizik, sidomos në muajt e parë të jetës. Miti i tretë. Bebet duhet të ushqehen në orar të rrethët. Megjithse një strukturë ndihmon, të ushqyerit në orar të ngurtë nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë për bebet e vogla. Ato kanë nevoja që ndryshojnë nga dita në ditë dhe ushqyerja me kërkesë shpesh është më e përshtatshme, veçanërisht në javët dhe muajt e parë. Miti i katër. Bebet nuk kuptojnë asgjë në muajt e parë. Ky është një keq kuptim i madh. Bebet janë më të ndjeshme se ç'mendojnë. Ata njohin zërin e prindve, ndjejnë emocione dhe fillojnë të krijojnë lidhje që në momentet e para të jetës. Komunikimi me to, edhe nëse nuk marrin përgjigje verbale, është i rëndësishëm për zhvillimin e tyre. Miti i pestë. Se qarat e bebes duhen injoruar që ajo të mësohet. Shumë këshilltar, jo profesionist, thonë se nëse reagon gjithmonë kur beba e qan, ajo do të mësohet kur të qetësohet vetë. Por të qarat janë mënyra e vetme e komunikimit të një bebe. Të përgjigjesh ndaj tyre nuk është dobësi, është ndjeshmëri dhe kjo krijon siguri emocional për bebe. Në një botë ku prindërit janë të bombarduar me informacione, është e rëndësishme të dallosh faktet nga mitet. Kujdesi, lidhja dhe përgjigja e ndjeshme ndaj nevojave të bebes nuk janë luks. Janë themeli i një zhvillimi të shëndetshëm.